Nderon. Zoti Spahia na nderon. Dhe shpesh qytetarët të Shkodrës do marrin vesh. Se kush është ai që i qeverisha? Se përfaqëson bashkiaku i Dobraçit. Do ta mësojmë shumë shpejt. Ju jap fjalën, do ta qytetarët e Shkodrës do mësojnë shumë shpejt. Se përfaqëson Beci i Dobraçit. A keni ju zoti Berisha një dosje për Benet Becin? Kurse Bar Spahia shkon në Spak dhe ka zbatuar ligjin, ka mbrojtur kodin e një zyrtari i cili nuk mund të pranoj delinkuent në administratë. Pra, ai proces ka bën nder të gjithëve ne. Edhe i bën nder Shkodrës dhe çdo qytetari. A është e vërtetë që keni një dosje për Benet Becin që do ta publikoni? Tani e vërteta është që ka një dosje të merësisht të ramë për Benet Becin me cilin e man pej Edi Rama. Por ne jemi kundër politikës pengjeve.